parë në garën për të marrë një mandat fitues në qarkun e Dibrës. Lista përbëhet nga këta kolegë: Gjendi Klosi, Alma Selami, e cila vjen në këtë garën ekonomiste dhe me i përvojët gjatë në drejtim Partisë Socialiste në zonën e Dibrës, dhe po ashtu me eksperiencën e saj si kryetare aktuale e qarkut Dibrë. Pastaj, sipas alfabetit, po e lexoj kolegët: Murat Dani, student i sapo diplomuar në inxhinieri elektronike, paraqitet në këtë listë pas shprehjes vullnetit të tij në listën e platformës deputetit që duam, dhe vjen pas një shkollimi të plot në një universitetet më të mira të Mbretërisë Bashkuar. Daniel Gjura vjen si ekonomist dhe ky nga eksperjenca e drejtimit të Partisë Socialiste në qarkun e Dibrës, përvajson një nga djemtë të cilët për gjithë të kohë ka përvajsuar Partinë Socialiste në zonën e Dibrës. Valentina Aliti, mësuese pedagogji, vjen si përvajsuese një brezi të tërë socialistësh në zonën e Bashkisë Dibër, po ashtu ka pasur disa detyra të rëndësishme në këtë qark. Sot i afrohet kësaj liste si drejtore e shkollës mesme në qytetin e Dibrës. Agron Malaj vjen në listë si përvajsues i këtij qarku, por duke pasur një eksperiencë të jashtëzakonisht pozitive në drejtim të bashkisë së Burrelit dhe përvajsues i denjë i gjithë zonës Matit. Dhe sipas renditjes alfabetike në listë, Dritan Selishta, ekonomist, vjen në këtë listë si një prurje e re jo vetëm në listë, por edhe në strukturat e Partisë Socialiste, pasi më parë ka pasur pozicione në strukturat e opozitës së saj kohe, por i është bashkuar ekipit tonë i cili premton dhe garon me synimin e qartë fitore në zgjedhjet në qarkun e Dibrës për të bashkuar ekipit superfitues të Edi Ramës dhe Partisë Socialiste në të gjithë Shqipërinë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit.